إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, Allahun, Zotin e vetëm të vërtetë falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë, falje dhe mëshirë kërkojmë. Allahut i lutemi të na ruaj prej skeqjes, e cila nuk është vetëm se pasojë e veteve, e sjelljeve, e fjalëve tona, e veprave tona, cilin do që i madhi Zot Allahu e udhëzon, e drejton, nuk ka kusht ta humb dhe devijoj, dhe cili do që humb dhe devijon dhe zgjedh për veten e tij humbjen, nuk mund ta nxjerrë në xhade të drejtë dhe në rrugë të drejtë, nuk mund ta udhëzojë askush tjetër përveç Allahut xhelalu. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot të vërtet, Zot që meriton të njihet si Zot e të adhurohet si Zot përveç Allahut, një dhe i vetëm, pa shok, pa ortak, pa fëmijë, i pa imagjinueshëm nga mendjet njerëzore, sido që të mendohet nuk është ashtu. Dëshmoj të deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wassalam ishte njeri, rob i Zotit dhe i dërguar i tij, sallallahu alaihi. Mirësitë dhe bekimet e Zotit, paqja dhe mëshira e tij qofnë mbi të, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. I madhi Zot na drejtohet në Kur'an kur thot: "O ju që keni besuar, friksoni Zotit ashtu siç duhet, dhe se vdekja mos t'ju gjejë, vetëm se duke qenë musliman të mirë, musliman të vërtet." Fjala më e mirë është fjala e Allahut, Kur'ani. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi që la me jetën e tij dhe me veprën e tij Muhamedi alayhi salatu wassalam, suneti. Nuk ka dyshim se gjëja më e keqe që mund të ekzistojë është shpikja dhe sajesa në fenë e Zotit, e çdo shpikje dhe sajes në fenë e Zotit quhet bidat. Vëllezër dhe motra, nganjëherë situatat në jetë vijnë të atilla që njeriu përballet me të keqen dhe duhet të përballet me të keqen, ndonjëherë me dëshirën e të keqes dhe me dëshirën e personit, ose me dëshirën e të mirës, ndonjëherë me dëshirën e të keqes e pa dëshirën e të mirës, por që do të ketë gjithmonë përballje dhe përplasje mes të mirës dhe të keqes. Kjo është diçka që Zoti e ka shkruar për të ekzistuar deri në ditën e Kiametit. Prandaj dhe njeriu duhet të jetë i vëmendshëm se e keqja edhe po e le ti nuk të lën. Edhe po ju fshehet ti të gjen. Për këtë arsye, në surën Al-Anfal, Allahu na mëson se duhet përballemi. Dhe se nuk ka dyshim se ndihma e Allahut do të jetë në krahun e të dashurëve të tij dhe të miqve të tij. Ala inna nasrallahi qarib. Ndihma e Zotit është gjithmonë afër. Po kjo ndihmë nuk manifestohet qysh në herë të parë. Kjo ndihmë e Zotit manifestohet në momentin kur Zoti e din se ajo duhet shfaqet. Dhe se ndihma e Zotit për të mirën dhe për të vërtetën nuk do të thotë do e mos që e mira dhe e vërteta të triumfojë. Mund të jetë ndihma e Zotit për të mirën, duke mos triumfuar, por duke u përgatitur udhëtarët e saj për një ndihmë më të madhe. Sepse Zoti e ka shkruar që
nuk është e thënë do e mos që të ketë triumf. Është e shkruar që do të ketë përballje. Dhe në këtë përballje mund të ketë dhe pasoja, dhe dëmtime, dhe qëmtime, dhe dëshmorë. Por faktikisht, çdo disfat në përballje me të keqen është shkallë ndërgjegjësimi dhe përgatitje dhe reflektimi. Për këtë arsye e gjejmë Kur'anin famëlar me udhëzime dhe orientime që njeriu të jetë gjithmonë i përgatit në përballje, po edhe të di shkaqet se si mund ta fitojë ai ndihmën e Zotit për të qenë triumfator ndaj të keqes dhe përballjes me të. Në kohën e pejgamberit alayhis salam, kur filloi Islami në ato fillimet e veta, normalisht që o vëllezër kishte vuajtje ekstreme. Do të thonë ndahej njeriu për gjysëm, apo vritej njeriu në sy të fëmijëve, apo izoloheshin njerëzit për vite të tëra në një qoshe mali atje për 3 vite dhe s'lejonin asgjë që të hynte atje mrena. E megjithatë vinte tek pejgamberi alayhis salam dhe ankohen për situatën. Dhe ankesa e tyre nuk ishte një ankesë qaramane, as një ankesë që njerëzit thonë apo vjen ndihma e Zotit apo dalim nga feja. Jo. Vinte tek pejgamberi alayhis salam thotë dhe e gjetën pejgamberin alayhis salam që ishte shtri në hijet Qabes dhe kishte vënë diçka nën kokën e tij. U grumbulluam rreth tij ato numrat e parë, bëhet fjalë. Tha mo pejgamberi i Zotit, ela tad'u Allah lana, a nuk i lutesh Zotit të dalim nga kjo lloj situate, nga kjo lloj vështirësie. Domethënë kishte shku o vëllezën aty ku nuk ban më, simbas peshores matse të sahabëve, shokëve të pejgamberit alayhis salam. Tha pejgamberi sa siç ishte i shtriu çu ul dhe tha, ora e dini ju çka ka pas ndodhur me popujt e mëhershëm apo jo? Kjo që po ju ndodh juve sot, krahasim me atë që ka ndodhur më herët, s'është asgjë. Dhe filloi pejgamberi sa sem t'ju përmendte shembujt. Ju tha, njeriu ndahej gjysëm me sharr që mos besoj, dhe pranonte që të ndahem gjysëm me sharr e mos lindte fenë dhe besimin e tij. Dikujt i krihej mishi për zgjalli dhe i lihej vetëm skeleti, apo skeleti i tij në trup, edhe ai nuk kishte dorë nga feja dhe besimi i tij. Tha pejgamberi alayhis salam, walakinnakum qaumun tasta'jilun. Po ju tha nguteni, e doni ndihmën e Zotit takfak. Hatta yaqula ar-rasulu walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Do të vi një moment që profeti dhe besimtarët po të flisnin, do të thojshin, po ku është më ndihma e Zotit? Kur po vjen ndihma e Zotit? Ndihma e Zotit është afër. E Allahu xhallal xhelalu kështu pra në Kur'an na tregon se si ne me shpresën e Zotit i përmbahemi disa gjërave dhe do të kemi gjithmonë ndihmën e Zotit. Suksesin prej tij, bekimin e Zotit. Pavarësisht momentit apo situatës në fjalë. Se për shembull ne kur lexojmë ngjarjen e Uhudit, ne themi muslimanët humbën. Po faktikisht në asnjë nga librat e Islamit dhe historisë pejgamberit alayhis salam nuk përmendet ngjarja e Uhudit si humbje. Thjesht ishte një mësim dhe morën mësim për atë që do të vinte më vonë dhe u bën më të fortë dhe u bën më të mirë. Dhe mbas Uhudit, asaj disfatë të madhe, që pati 70 jetë sahabësh,
me zotnin e dëshmorëve në Islam, Hamzain, nuk patim më situata të tilla. Mësimi u morë, po se kemi morë ne mësimin ndoshta akoma. E për këtë arsye Allahu xhalla xhelalu këtu në surën Al-Anfal, po edhe në Kur'an përgjithësi, përmend disa piketa që ne duhet të kemi parasysh nëse duam me të vërtet të jemi të ndihmuar nga Allahu xhalla xhelalu. Pika e parë dhe më e rëndësishmja, besimi i pastër. Besimi i pastër. I ke thonë vetës musliman, do t'jesh me besim pastër. Larg besytnive, larg budalliqeve, larg falleve, larg idhujtarisë në emër të fesë, larg të ashtë të quajturave, vendet shenjta të mira, lart e poshtë, të i bosh shok Zotit, të rënë në idhujtari, në paganizëm, duke atribuar adhurime dhe përkushtime dhe sakrifica dhe kurbane, gjëra që i takojnë vetëm Zotit, duke kushtuar pikërisht këtyre vendeve të mira, apo të shenjta, ku dëgjon etj, për emrave më të çuditshëm që ne gjejmë në mënyrë se si njerëzit i justifikojnë vetëm me fjalinë ka dhënë prova. Ka dhënë prova. Ka shku tjetri pa sy edhe u kthy me sy. Ka shku tjetri pa kom dhe u kthy me kom. Pa pra t'i mbyllim spitalet, e në bimë rehat. Edhe i ndajmë. Pse do të më pagu halli madh spitali dhe mjekësia dhe ku e diu në të gjitha. Pse ka problemi zgjidhë vëlla. A shkokan pa sy edhe vinë me sy. Problemet okulistike po i zgjidhim gjitha atje. A shkokan pa kom dhe vikan me kom. Gjitha problemet e ngjashme ti zgjidhim atje. Të shkëmobet, akoma edhe sot e kësaj dite, po edhe sot e kësaj dite. Edhe është ajo më e bukur pastaj që thot, siç thoshte ai, që kishte hyrë ariu mrena, e kishte rregulluar ariu. Thotë ai pronari i atij vendit shenjtë që kishte hyrë ariu në Korçë. Dhe edhe ne s'bëjmë dallim mes veve, tha ne marrim punë të gjithë. Mashallah. Ne s'bëjmë dallim, tha. Kushdo që na vjen, tha, ne i kryejm punë. Po mirë, ariu boni nomin aty mrena. Se rregullove dot me ariun. Ishte dhënë ai tas mjalt të ariut dhe në bishë rehat. Nuk u aprishte shkatroi dhe gjona. E rëndësishme, besimi i pastër. Piket tjetër që na vën Zoti në Kur'an është bindja ndaj Allahut dhe dërguarit të Tij sallallahu alaihi wasallam. Edhe do ndihmën e Zotit dhe do suksesin e Tij dhe nuk rri tek urdhresat dhe ndalesat e Tij, ka diçka që nuk shkon në burr. Ora llogaritën në punë, llogaritën në familje, llogaritën kudo. Nëse do të arrish diçka, duhet të rish korrekt personit në fjalë, duhet të rish korrekt punës në fjalë. E kur Zoti thot diçka ose i dërguari i Tij sallallahu alajhi wasallam, se duhet bërë ose jo, duhet më ne sa më korrekt. E nëse se bën dot pranoj o burr, thuaj se bëj dot Zoti më fal. Po mos thuaj s'ka gjë o burr, se gjithë bota po ecin kështu. Po si ta bëj shtëpinë unë o vlla. Po si ta ngrej biznesin unë o vlla, o Zotni mos më justifiko më vlla. Thuaj Zoti më fal, e në mbaroj historia. Jo me justifiku. Pasha Zotin që nuk ka Zot tjetër përveç Tij. Më mirë njeriu të pi birrë gjithë jetën ose alkol, e thot Zoti më fal, se jam mëkatar, se sa dikush që thot unë se pi, ai se pin faktikisht, po nuk ka gjë nëse e pi njeriu, qoftë edhe i got. Ky që thot s'ka gjë, qoftë edhe i got, është i pa fe. Kurse ky që e pin, thot Zoti më fal, ky është me fe, është me besim, Zoti e fal. Allahu di se çfarë bën me gjunafçarët. Po ti bish hasha dhe thush jo s'ka gjë, kjo është problem shumë i madh. E treta gjë që përmendet këtu në surën Al-Anfal është largimi i njeriu nga syfajësia.
Nuk mund vi suksesi i Zotit dhe nima e tij kur ka syfajsi, kur s'ka sinqeritet dhe pastërti, kur s'ka zemër të pastër. Nuk mund të ketë, o vëllezër. Ore mund t'ja hedhësh gjithëve, mund t'ua kalosh gjithëve, mund të bësh aktorin, mund të bësh ku e di unë. Po nuk ja hedh dot atij or bullidheu. Do të më qenë një shumë i pastër. Njeriu do të më qenë shumë i sinqert. Është i vetmi Allahu që nuk i shkojnë falsitetet, nuk i shkojnë aktrimet, nuk i shkojnë lojnat, nuk i shkojnë, nuk kalojnë më vëlla tek Zoti i gjithësisë. Me zemër të pastër. Në surën e Anfal gjithashtu përmend batara, larg mendje madhësisë. Subhanallah. Madhështia, thot, i takon Allahut. Kush mundohet me qenë madhështor, pra do të ta marrë veten e tij, duket apo të injorojë të tjerët, të zhvlerësojë njerëzit, të përuli të tjerët, ky ka punë direkt me Zotin, i ka shpall luftë Zotit. Të mbajturit me të madh është manteli im, thot Zoti. Kush dëshiron të mbahet me të madh ndër njerëz, do ta fundos. Subhanallah. Kohën e pejgamberit alayhisalatu wasalam, o vëllezër, nëse do kishte njëri në botë që meritonte me umajt me të madh, me tregu autoritet, do ishte Muhamedi alayhisalatu wasalam. Megjithatë, sallallahu alaihi wasallam, ulej në takim mezhlis, saqë kur vinte dikush që nuk e njihte pyeste, "Ejukum Muhammed?" Ora, cili është Muhamedi në mesin tuaj? Nuk dallohej nga njerëzit e tjerë. As nuk ishte karrige të veçantë, as nuk ishte stol të veçantë, as nuk ishte diçka të veçantë që të dallohej. Ulej si njerëzit. Në shesh. Se nuk shkon tek Zoti, dush nimin e Zotit, edhe të injorosh njerëzit, apo të mohosh të vërtetën, masi je i sigurt që kjo është e vërteta, nuk shkon. Prej piketave që vendos Kurani gjithashtu është durimi. Nima e Zotit vjen me vetëpërmbajtje. Do çdo gjë kohën e vet. Si ju tha pejgamberi aty, po nguteni. Ju e doni nimin e Zotit që është në fillim. Për isso do të kaloni sprovat që kanë kaluar të tjerët. Duhet të veni në jetë mësimet që kanë kaluar të tjerët, që të keni sukses. S'ka sukses sa hape mbyll syt. Durim, qetësi, maturi. Dhe prej piketave gjithashtu që vendos Kurani është të jesh i përgatit. Të jesh i përgatit. Do të përballesh një ditë me të keqen. Do të përballesh një ditë me dyshimin. Do të përballesh një ditë me dilemën. Do të përballesh një ditë me dikë që mundohet por të uli fen dhe besimin që ti ke. Duhet të jesh i përgatit. Ose për ndryshe, mos u përball. Mos u përball. Tërhiqu. Thuaj, nuk jam vëlla për këtë punë, merru me dikë tjetër. Unë të orientoj, shkau debato me filanin. Ne jemi dëshmitar të faktit se si shumë, jo shumë, po le të themi disa nga rinia evropiane apo perëndimore kanë rënë viktimë, apo edhe ballkanike, kanë rënë viktime grupeve ekstremiste duke debatuar me ta. Duke mos pas dijen e duhur, kanë lloc mrena. Siç ka ndodhur me tekfiristat, siç ka ndodhur me harkistat, shumë kanë rënë viktimë duke menduar se janë adapi për debatu. Dhe ka qenë rasti më i fundit kuranistat. Shfaqet një mohues, një qafir dhe thotë s'ka sunet, vetëm Kurani, kur shefti një pjesë e mirë e rinis, ndikohen nga një qafir, nga një mohues, që s'ka lidhje as me Zot, as me Islam, as me fe, as me asgjë. Ti jesh i përgatit, për ndryshe tërhiqu. Nëse sheh se nuk je i aftë dhe i duhet tërhiqu, e keni parasysh kur përball Khalid ibn al-Walidi, radiallahu ta'ala anhu, në rastin e Mu'tes, njëra nga betejat që ai ka udhëheq, bëri një lëvizje taktike dhe e mori gjithë ushtrinë e ktheu në Medinë.
Mirë po, duke qenë pejgamberi i gjallë, dhe të kthehej ushtria në Medinë, pa bo luftë, kjo ishte shumë e madhe, shumë e rëndë. Dhe fillun njerëzit me përfol. El Furrar. Ata që arratisën, pra ikën nga fusha e betejës e kështu. Çfarë tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Bel antumul kurrar, keni fitu. Ju jeni fitimtarët. Se nuk matet fitorja gjithmonë me ngadhnimin. Po njeriu bën shumë llogari për të kuptuar se si ndihmohet situata. E për këtyre piketave që na ka vendosur Zoti në Kur'an është in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Nëse ju i shërbeni fesë, i rrini korrekt, mundoni të ndihmoni dhe të jepni mbështetjen fesë së Zotit, Allahu do t'ju mbështesë në të gjitha fushat e jetës. O vëllezër, kjo fe nuk është e pronë e hoxhës, as e imamit, as e muftiut, as e komunitetit, as e askujt. Kjo fe është e Zotit të madh. Dhe gjithë secili me mundësitë e veta që ka, duhet kontribuoj. Dhe unë e di shumë mirë që dikush do të thotë, po ne se kemi mundësinë e dijes. Ose dikush më thotë, po ne nuk e kemi mundësinë e kontributit. Ti e ke mundësinë e duas. Të nuk kushton asgjë që ti lutesh Zotit. Që ata që po punojnë kenë sukses. Që ata që po ndihmojnë Zoti t'u japë sukses. Me niyetin e mirë, o Zot, edhe unë po të dija, po të kisha, do të bëja si ata që dinë, si ata që kanë. Kështu e ke ndihmu. Nuk është kusht patjetër ti je ti kontribues. Jo, s'është kusht. Me dua mund të kontribuosh ti. Me ato mundësitë tua të pakta mund të kontribuosh. 1 dirhem ja kaloi tek Zoti 100.000 dirhemve, tha pejgamberi alayhis salam. Pra nuk matet me shifra kjo gjë. Nuk matet me numër njerëzish sa mund të dëgjojnë. Matet me zemër kjo punë, me shpirt. E për këtyre pikave që na përmend Zoti në Kur'an, ose piketave që vendos Zoti në Kur'an, është mbështetja në Zot. Do të mbështetesh Zotit, sepse situatat dhe përballjet mund të jenë nga më të çuditshmet. E kur ti i ke dhënë Zotit besën, mos u tërhiq. Fathbutu, qëndroni. Wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, të mbështeteni Zotit. Pse? Sepse Allahu mund të sprovoj për të parë sa ti je besimtar i vërtet dhe sa siguri ke ti në besimin tënd. E besimtari thotë, e kam mbështet Zotit. Qul lan yusibana illa ma kataba Allah. S'ka për të ndodhur vetëm se çfarë ka shkruar i madhi Zot. Unë ky jam. Atëherë vjen ndihma e Zotit, atëherë vjen suksesi nga Allahu xhalla xhelaluhu. Prej piketave që vendos Zoti në Kur'an është përmendja e madhe e Zotit, wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Me Zotin më lidh, me qenë i lidh vazhdimisht me Zotin. Me përmend Zotin, me përmend. Se kur e përmend, e po të përmendit ka në kujdes. E për këtyre piketave që vendos Zoti në Kur'an është në sprova dhe në përballje nuk duhet me pas tolerancë ndaj namazit. S'duhet me pas tolerancë ndaj namazit. E Allahu xhalla xhelaluhu tha në Kur'an, ja ayyuhalladhina amanu, surën Ali Imran, tha Zoti i Madh Allahu xhalla xhelaluhu, hafidhu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Kujdes me namazin, sidomos namazin e mesëm, ikindija. Dhe rini para Zotit të përqendruar dhe të përkushtuar. Dhe ajeti që vjen diku tjetër, Allahu xhalla xhelaluhu i orienton besimtarët edhe nëse janë në luftë, të jenë të rregullt me namazin. Madje duhet falen me xhamat, gjithë bashkë. Jo veç shpërndar. Pra namazi është vijë e kuqe nëse duam ndihmën e Zotit. Faktikisht,
Allahu neve në jetën tonë na ka ndihmuar pa qenë kaq korrekt me gjitha këto pikat që përmendën. A nuk është kështu? Kështu është vallai. Sa herë na ka ndihmuar neve Zoti dhe na ka dhënë sukses, ndërkohë që faktikisht ne nuk jemi te këto pika kaq korrekt. Pse? Se Allahu na do fort. Se Allahu na mëshiron. Se Allahu na trajton neve me mirësinë e Tij. Ama kur flitet për rregullat, këto janë rregullat. Kur flitet për ligjet e Zotit, thënë ligjet e Zotit. Pastaj Allahu xhelalu alhamdulillah, falënderit qofshin vetëm atij, na trajton neve me mëshirën e Tij dhe me mirësitë e Tij, se Allahu i Madh, Zoti i gjithësisë, e din dobësinë tonë. Për këtë arsye nuk na trajton neve Allahu me rregulla numerike. Allahu neve na trajton me mëshirë dhe me mirësi. Për këtë arsye, ndihma e Zotit dhe suksesi i Tij shpesh në jetën tonë kanë qenë gjithmonë në krahun tonë. Pse? Kemi të bëjmë me një Zot që fal shumë, toleron shumë dhe mëshiron shumë. Megjithatë, rregullat mbeten, rregulla dhe pikat mbeten, ose piketat pra për sukses dhe për ndihmë mbeten të rëndësishme. E ndër këto që konsiderohet gjithashtu ndër më të rëndësishmet, por që është përmendur në surën Al-Anfal, tha Zoti: "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum." Mos u grinni me njëri tjetrin. Mos u hani me njëri tjetrin. Mos u grinni me njëri tjetrin. Se kjo do të çojë në dobësim, në falimentim dhe do t'ju dali boja si njerëz. Po nuk qe vllai sinqert, po nuk pat dashni sinqert, po nuk pat mirë kuptim në qëndrime që ka hapësira për të pas interpretim dhe qëndrim, nuk mund të ketë sukses nga Allahu xhelalu. Pasha Zotin nuk mund të ketë sukses, vallahi bilaj, për Zotin. Vllaznia është mbi gjithçka. E gjërat e tjera vinë duke u përmirësuar dhe duke u rregulluar. Detyra jonë është të këshillojmë, të shërojmë. Dhe nuk është detyra jonë të gjykojmë apo të mallkojmë. Tha pejgamberi i Zotit: "Mallkoje filan fis, se ju folën për Islamin dhe nuk e pranuan." Nuk e pranuan. Tha: "Mu Zoti më ka shumë mëshirë për njerëzimin, jo që të mallkoj." Lut Zotin e Madh që të na japi mirësi dhe begati dhe suksese, siç na ka dhënë deri më sot, ndoshta edhe gjëra që ne nuk ja kemi kërkuar, ai na e ka dhënë më mirë se sa po t'e kishim kërkuar neve. O Allahu Zot, na i vazhdo këto mirësi që na i ke dhënë deri më sot, e na i shto se Ti je i gjithëmëshirshëm dhe Ti je falës dhe Ti je bujar dhe Ti je fisnik. E na falë Zot për gabimet tona, për mangësitë tona dhe për mos mirënjohjen dhe për mos falënderimin ton ndaj Teje, se Ti je falës, Ti je i mëshirshëm. Vëllezër dhe motra, ndër piketat që Zoti i Madh vendos në Kur'an për të pas ndihmën dhe suksesin e Tij është lutja dhe duaja. Çdo që të bësh dhe sado që të arrish, ti duhet të jesh ndër ata që i luten Zotit për sukses. Në momentin më të parë që u mbështete tek shkaqet, tek arsyet dhe besove tek vetvetja dhe mendove se ja hodhe dhe mendove se situatën e ke në kontroll, e gjithë kjo do të kthehet përmbys. O vëllezër dhe motra, nëse kujtojmë Bedrin, rastin që e ka përmend Zoti në surën Al-Anfal, Allahu ja premtoi pejgamberit alayhis salam fitoren. Ja ka premtuar i Madhi Zot. Megjithatë, para se me fillu lufta, pejgamberi alayhis salam i ka ngrit durat, thot, aq fort, aq shumë dhe aq gjatë sa që i ka ra robja që kishte mbi supet e tij dhe përlotej para Zotit Tij dhe ju dhim se Bubekrit dhe i ka shkuar Bubekrit nga mrapa, e ka kap, e ka shtrëngu, e ka ul, ka thonë: "Mjaft o pejgamberi i Zotit, se ndihma e Allahut është me ty. Mjaft o pejgamberi i Zotit, se u lodhe. Allahu të ka premtuar të ta çojë në vend premtimin e Tij." Lutja, përgjërimi e ngren njeriu, e lartëson, e forcon
dhe tregon robërimin e vërtet para Zotit dhe në nështrim ndaj Tij. Se ne musliman shoqër Zotit këtë mirë e kemi pavarësisht gabimeve dhe gjunave që kemi. Punën e kemi vetëm me Zotin. Lutjet ja kushtojmë vetëm Atij. Për uljen e kemi vetëm ndaj Tij. E kjo asnjëherë nuk duhet ndarë, edhe nëse njeriu me mendjen e tij mendon ose me shifra mendon se fitoria, se nima dhe suksesi është e padiskutueshme. Jo vallaj. Lutja dhe duaja duhet të jetë absolutisht e përhershme. Prej piketave që na vendos Kurani gjithashtu është mos neglizhimi dhe mos injorimi i njerëzve pavarësisht pozicionit që ata mund kenë shoqëri. Tha pejgamberi alayhi salatu selam, dhe kjo përfshihet në ajetin që unë përmenda më herët, po hadithi tha, innama tunsarune bidu'afaikum. Zoti ju ndihmon me lutje dhe me duat e më të dobëtve në mesin tuaj. Ora ai mund të jetë i dobët, mund të jetë askushi në synin ton, por tek Allahu xhel xhelaluhu mund të jetë atill që po u betu në Zot, betimi i tij nuk shkon ujë. Edhe pse mund duket i çuditshëm. Edhe pse mund duket i habitshëm. Ka njerëz në tokë që kur betohen diçka në emër të Zotit, betimin e tyre në Allahu nuk e çon ujë. Betimin e tyre në Allahu nuk e çon bosh. Betimin e tyre në Allahu nuk e çon kot. Ori teket dikujt mes korrikut. Thot vallahi sot ka për të ashi. Nuk ka asnjë arsye atmosferike për të rënë shi atë ditë. Mirë pa i mund ketë një pozitë të Allahu xhel xhelaluhu, që betimin e tij Zoti nuk e çon ujë. Rubba ash'athin aghbar dhi tamratain law aqsama ala Allah la barra. Mund të jetë dikush, thot pejgamberi alayhis salatu selam, me i pal rroba gjithë jetën, me flokë të shkapërdredhura dhe i pluhurosur, pra s'ka as shtëpi, as kafandi, as gjë. Matrudin bil abwab, njerëzit ja mbyllin derën sa herë shohin. Law aqsama ala Allah la barra. Po të betohet në Zot, Allahu betimin e tij nuk e çon huq dhe nuk e çon bosh. S'ka në bashkësinë tonë njëri që mundën vlesohet për shkak se nuk ka pozicion apo pozitë. S'ka. E ke pati këtu në xhami vëllaim? Kush ulet në saf parë këtu? Mashallah sot shumica çuna të ri. Ndërkohë që logjikisht do duhet ishin më të pasurit, do të ishin njerëz që kanë nivel. S'ka lidhje kjo punë vëlla. Në saf parë vjen ai që është më afër Allahut. S'ka lidhje. Kush je? Allahu i zgjedh ata njerëz që do të jenë saf parë. S'ka kjo punë vëllai, nuk ka kjo punë vulosje. Mund të jesh kushdo, por vjen këtu je para Zotit. Zven kanara si gjo Zoti i madh. Nga ufiqet e kësaj bote, nga pozitat e kësaj bote. Prandaj kujdes. Nuk e di se më këtë bosh për njerëzve, vallahi bilaj, për Zotin. Mund të hasësh në dikë se Zoti tek ai nuk doron. E për këtyne piketave që Zoti na vendos në Kur'an është sjellja dhe edukata. Do të thosh po ka gjëra që shkojnë herë mas here njësoj, po ky është Islami. Gjërat janë në koordinim të gjitha, nuk ka gjëra ndryshe. Arma më e fortë, fiksoj këtë gjë që po them tani. Arma më e fortë që ka pasur Islami për të qenë i suksesshëm dhe për të depërtuar në zemrat e njerëzve dhe për të vazhduar depërtimin e tij në zemrat e njerëzve është sjellja dhe edukata. Lutë Zotin e madh që të jemi në ndihmën e tij sa jemi gjallë, të jemi në ndihmën e tij kur të jemi në varr, e të përgjigjemi pyetjet e varrit, e të jemi në ndihmën e tij ditën e Kiametit, të jemi në hijen e arshit të tij. Vëllezër dhe motra,
Ne jemi dëshmitar të faktit se si në Shqipëri ka zjarre gjithanej. Vatra zjarrit qëllimshme, pa qëllimshme këtë nuk e di. Po situata është e vështirë dhe situata është e rëndë. Prandaj le të ngrejmë durët tek Allahu xhelle xhelaluhu. Tani, sepse është prej sunetit që kur bëhet dua për shi, me ngrit duhet për ndryshe jo. Allahumma aghithna. Allahumma aghithna. Allahumma aghithna. Allahumma suqi rahme, la suqi adhab. Allahumma suqi rahme, la suqi adhab. Allahumma suqi rahme, la suqi adhab. O Allah, o Zot, derdh mbi ne shi, o Zot i gjithësisë. O Allah, bëje shiun që do të derdhësh mbi ne mëshirë dhe jo dënim. Ja Rabbel Alamin. O Allah, o Zot, ndoshta gjunahet tona dhe mëkatet tona e kanë çu situatën këtu ku është, po ti je falës, ti je i mëshirshëm, ti je bujar, ti je falës i të gjitha gjunaheve. O Allah, na fal dhe na mëshiro, e zbrit shi mbi ne, ja Rabbel Alamin. Sepse situata është e vështirë dhe njerëzit nuk përballojnë dot. O Allah, o Zot, na mundso që të bjerë i shi. O Allah, o Zot, na mundso që të bjerë i shi. O Allah, o Zot, na mundso që të bjerë i shi. E të shuan këto vatra, ja Rabbel Alamin.